Komisioni Evropian gjobiti të hënën kompaninë AliExpress me 550 milion euro për dështimin në vlerësimin dhe zbutjen e duhur të rreziqeve të lidhura me shitjen e produkteve të paligjshme, të pasigurta dhe të falsifikuara në platformën e saj të tregtisë elektronike. Vendimi vjen vetëm disa ditë pasi Bashkimi Evropian futi një taksë fikse prej 3 euro për pakot me vlerë më pak se 150 euro, të cilat më parë kishin hyrë në blok pa taksa, një veprim që pritet të ndikojë ndjeshëm në modelet e biznesit të gjigantëve kinesë të shitjes me pakicë online, AliExpress, Shein dhe Temu. Gjoba zhvillimi më i fundit në procedurat zyrtare të nisura në vitin 2024 për një shkelje të mundshme të aktit të shërbimeve digjitale të Bashkimit Evropian. Komisioni zbuloi se AliExpress dështoi të krijonte një sistem efektiv për të zbuluar dhe hequr produktet e paligjshme, ndërsa nën vlerësoi hendekun midis numrit të moderatorëve njerëzor në dispozicion dhe shkallës së ngarkesës së tyre të punës. Kontrollet e përputhshmërisë së produkteve të platformës u gjetën gjithashtu të cënueshme ndaj abuzimit, me tregtarët keqdashës që dyshohet se i klasifikojnë gabim produktet për të shfrytzuar kërkesa më pak të rrepta. Sipas hetimit të komisionit, vëllime të mëdha produktesh të paligjshme, duke përfshirë lodra të pasigurta dhe kozmetik të rrezikshme, vazhduan të qarkullonin në AliExpress pavarësisht përpjekjeve për moderim në disa raste duke mbetur online për javë të tëra pasi ishin raportuar. Komisioni zbuloi gjithashtu se AliExpress dështoi të zbatonte siç duhet politikën e ndëshkimeve, duke u lejuar dyqaneve që shesin produkte të paligjshme të mbeten aktive në platformë edhe pas marrjes së sanksioneve. AliExpress tani ka afat deri më 20 tetor 2026 për të paraqitur një plan veprimi që përshkruan se si do t'i adresojë shqetësimet e komisionit. Ekzekutivi i Bashkimit Evropian do të vendosë më pas brenda 2 muajve nga marrja e planit nëse kërkojnë veprime të mëtejshme.